Tashmë kjo ka ndodhur nga kryetarja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Ju e dini qëndrimin ton sa i përket gjykatës speciale, cila është një gjykatë jo normale, jo transparente. Ne jemi të bindur për drejtësinë e luftës shqiptare të popullit të Kosovës, bartëse se cilës ishte ushtria shqiptare e Kosovës, dhe në pafajësinë e 4 krerëve të cilët po mbahen padrejtësisht në Hag. Ndërkaq në anën tjetër ju ishit dëshmitar që kryetarja e kuvendit, e cila njëkohësisht është edhe ushtruese e detyrës së presidentit zonja Albulena Haxhiu, ja tërhoqi vërejtjen, ja ndërpreu fjalën deputetit edhe për shkak të gjuhës, edhe për shkak të komentit që bëri. A kemi pasur një deklarim të sërgjime ta personale, si cili ka me qenë vendimi për to, ka me vazhdu me qenë ato? Shikoni, unë jam vetëm kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe vetëm kryeministri i Republikës. Nuk jam edhe kryetari në një farë komisioni disiplinor, aq më pak për dikë që i përket një partije tjetër. Kryeministri ju pasi deklaruar që nuk e keni pa qenin të ata brenda QKK-s, më po në anën tjetër, ka shumë qytetarë që ende konsumohen brenda QKK-s, shumë pacienta, familjarë, për personel mjekësor që konsumohen për qemet asak, që nuk u larguan këta ende. Besoj që këto janë çështje që mund t'i diskutojmë diku tjetër, janë duke u ndërmarr masat për këtë, dhe kemi persona përgjegjës e procese për këtë çështje edhe nga komuna e Prishtinës, por në të njëjtën kohë besoj që janë drejtorët e klinikave, drejtori QKUK-s që mund t'ju japin përgjigje për këto gjëra. Besoni, edhe një herë po e theksoj, unë jam vetëm kryeministri i Republikës së Kosovës. Nuk jam edhe drejtori i QKUK-s dhe drejtori i secilës klinikë saj. Faleminderit shumë. A ka me pas kryeministër edhe pse opozita e ka mbyll derën për çështjen e presidentit, a ka me pas përpjekje më për me gjetë një zgjidhje? Nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, së paku 10 milion euro ato kushtojnë për organizimin e tyre nga KQZ. Nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, për shkak se nuk do të funksionojë Kuvendi i Republikës, do t'i humbim 10 milion euro si shtet. Dhe nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, nuk do të kemi zgjidhje. Meqense sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, e pas atyre sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, meqense unë nuk e di se si mund t'i kemi 80 deputet. Prandaj është domosdoshme që të merremi vesh. Unë kam qenë shumë bujar me partitë opozitare. Ne vetëm 30 orë para skadimit të afatit në mesnatën ndërmjet 5 dhe 6 marsit, e kemi propozuar emrin e Glau Kënjufsës, dhe vetëm 3 orë para skadimit të atij afati, ne e kemi propozuar kandidatën e dytë, deputetën Fatmire Mulhaxha Kolçaku. Pra kemi pritur gjatë që të merremi vesh me opozitën, me që su morëm vesh, deshëm që të takohemi, që të merremi vesh, edhe atëherë kur çështja shkoi në gjykatën kushtetuese, na u tha që duhet takohemi pas aktgjykimit. Pas aktgjykimit u takova me LDK-n, PDK-ja refuzoi që të takohemi. LDK-s ja kanë bërë 2 oferta, njërën për bashkëqeverisje, tjetrën për rokad në kryesinë e kuvendit, pastaj PDK-s për rokad në kryesinë e kuvendit, por thjesht nuk po mduken të gatshëm e të interesuar për marrëveshje, dhe ky është një dëm i madh për shtetin e Kosovës. Tash ju e dini se çfarë flitej para një viti. Tema kryesore, të nderuar gazetar, para një viti ka qenë qysh nuk bën Albulena Haxhiu të bëhet kryetare e kuvendit, sepse është konfliktuoze, është përqarse dhe është aq e rrezikshme sa që do të dëmtohet pakthyeshëm funksionimi i institucioneve dhe shtetëndërtimi demokratik në Kosovë. E patën linquar edhe stigmatizuar Albulena Haxhiun, gruan më të votuar të legjislaturës së 9. Ku jemi sot pas një viti? Albulena Haxhiu është kryetare e kuvendit, Albulena Haxhiu është edhe ushtruese e detyrës së presidentit, dhe Albulena Haxhiu nuk është as konfliktuoze, as përqarse. Prandaj, të gjitha këto zhurmat e piskamat që i dëgjoni, me ankesa të parësyshme ndaj lëvizjes vetëvendosje, nuk janë duke na bërë dëm neve, se ne prapë po mrrim aty. Janë duke i bërë dëm shtetit, duke i humbur edhe buxhet, edhe kohë. Merreni me mend, mazhoranca i ka 66 deputet. 66 deputet. Partisë që i ka 15 deputet.
i kam ofruar të bëhet kryetari i tyre zëvendësimi, që i bie në mungesë timen ai t'i udhëheq mbledhjet e qeverisë. Dhe 4 ministri. Pra, Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë i kam ofruar 2 fish më shumë se Partisë Guxo. Partia Guxo ka garuar bashkë me mua. E partisë që ka garuar kundër meje, i kam ofruar 2 fish më shumë. 4 ministri. Edhe u refuzua.